Si të jeni të lumtur. Lumturia po kërkohet në çdo qoshe sot. Për të lexohen kushe disa libra, rreth të gjata në klinikat psikologjike, kontakte me terapistë të tjerë. Lumturia mund të ketë rokitur kushe disa herë në zemrat dhe shtëpitë e tyre, por që është kthyer mbrapsht sërish. Nga përvoja ime, e kam parë të dobishme të mos i shohësh ditët, muaj, vitet dhe jetën si një tërësi e vetme, por të shkëputura dhe të ndara, vitet, muajt, javët, ditët, orët, minutat. Kur ngrihem nga gjumi, ky është një rizgjim i ri, ku do të kaloj me orë të tëra të mbushura me programe, takime, shkrime, lexime, ushqim, muhabete e të tjerë. Me qëllim që çdo moment të jetë i lumtur, duhet punuar shumë me zanapillën dhe fillimin e tij. Përmbajtja e një libri kuptohet nga titulli i tij. Me të hapur sytë dhe me të ndjerë rrymën e jetës të vëloj në të gjithë trupin dhe trurin, e programoj veten, duke menduar me optimizëm. Nuk u jap shans asnjëherë vështirësive të më befasojnë, as presioneve të më sulmojnë. Jam mësuar, ose më mirë të them, e kam programuar veten që të marr abdes dhe të fal 2 rekate për hatër të Zotit, të cilat më pastrojnë shpirtin dhe më motivojnë psikologjikisht si asgjë tjetër. Ato më pastrojnë nga mbetjet e ndonjë gabimi dhe shkarjeje të nefsit tim, familjes apo të tjerëve. Njëkohësisht më kujtojnë vlerat më të bukura dhe më madhështore në univers, e që në fund të fundit nuk më marrin dhe një kohë të madhe. E nëse nuk je privuar nga prindrit siç jam unë, çele mëngjesin me një puthje në ballin e tyre të njom nga seçdet, por dhe duart e tyre bujare. Derisa të përfundoj namazin, celulari ka filluar aktivitetin e tij duke pritur kush e di sa mesazhe të dërguara gjatë gjumit. Leximi i tyre më fal kënaqësi, pasi këto mesazhe përbëhen nga vargje të bukura, disa fjalë të ngrohta nga një mik, urime, lutje të tjerë. Përjashtim nuk bën as sharjet dhe ofendimet, të cilat i kaloj siç kalojnë sojlind pranë sojsësve. Zakonisht kur e kuptoj përmbajtjen plot vrerë të saj, thjesht shtyp butonin delete për të mos i lejuar të ma turbullojnë mendjen dhe logjikën. Nëse goditja të vjen nga pas, dije se je në krye. Prandaj falenderoje Zotin që të ka bërë të kuptosh çka se kanë kuptuar, e njëkohësisht të ka pajisur me durim dhe urtësi. Leximi i shpejt i gazetave. Leximi është kënaqësi më vete, por mos lejo që materiali që lexon ta prish kënaqësinë. Është e bukur që njeriu ta mësoj veten me të lexuarit pozitiv, pasi kështu mëson shumë urtësi hynore në univers dhe përreth tij, të cilat nuk mund t'i mësosh ndryshe. Leximi të fal kënaqësi, sidomos kur lexon ndonjë lajm të gëzuar, pasi është pjesë e recetës së lumturisë. Por, edhe nëse lexon ndonjë artikull që merret me ty, pra të sulmon, thjesht lexoje me idenë se shkarovici i artikullit e ka shkruar për dikë tjetër, se është X personi që ofendohet dhe shahet. Nëse bën këtë, vëll, a do ndihesh se shkarovici po e shkatërron një herë mirë atë personin, apo se kjo mënyrë të shkruarit është diçka normale? Sa libra e artikuj janë shkruar për mbretër, koloz, dietar dhe historian, por që s'u ka hyrë gjëm në këmbë. Vakti i mëngjesit zakonisht është i lehtë dhe në shoqërinë e njerëzve të dashur. Konsumoje këtë vakt sikur nuk ke asnjë hall dhe shqetësim veç ti, i dhe që nga mendja, çdo gjë që të nxit të mbarosh shpejt e shpejt. Filloje me takimet dhe kontaktet e rëndësishme dhe të dobishme. Ky është një zakon i domosdoshëm për të filluar një ditë të bukur dhe të lumtur. Kur të kesh programuar me sukses si një zakon të jetës tënde të përditshme, do i gjesh ndikimin dhe efektin e saj çdo ditë, tek qetësia, gëzimi, aktiviteti dhe çdo hap që bën. Përjashtimet s'kan përse të errësojnë dritën e diellit. Mos harro që kur të zgjohesh nga gjumi të thuash: falenderoj Zotin, i cili na ringjalli pas vdekjes, dhe tek ai do të kthehemi. Falenderoj Zotin i cili ma ktheu shpirtin, më ka dhënë shëndet në trup dhe më ka bërë risk ta falenderoj. Kije gjithmonë ndërmend që jeta është një mirësi e madhe, të cilën duhet ta filloj me falënderimin dhe lavdërimin e Zotit. Truri dhe logjika duhet fokusohen tek gjërat më pozitive në ato çaste. A nuk po të rikthehet jeta dhe shëndeti, besimi dhe mirënjohja ndaj Zotit të botrave? Vall, si ndihesh teksa i lexon këto rreshta? Nëse je optimist dhe kjo recetë nuk të vjen, shi diçka tjetër. Sa do të bukura të kenë qenë këto këshilla, në fundit nuk janë shpallje hynore. Ato mund t'i vyejnë dikujt dhe të mos i vyejnë dikujt tjetër. E lusë Zotin të na jap lumturi dhe kënaqësi në këtë jetë. Lavdet dhe mirënjohja i takojnë vetëm atij. Ai është sunduesi i botës.